Hej, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Atisa nga Atisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim byrekun e famshëm me domate sa vjen pranvera. Unë e pëlqej shumë dhe sot do i shtoj edhe mish të grirë, por në të njëjtën mënyrë, me të njëjtat sasi, mund ta bëni edhe pa mish të grirë. Mënyrën si do e përgatisim sot byrekun është shumë e thjeshtë, saqë mund ta përgatisin edhe fillestarët. Në fillim do të bëjmë mbushje, por para se të fillojmë nga puna, dua t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Mbushjen mund ta përgatisni edhe një natë më parë dhe e hiqni si punë. Në një tigan të madh do të shtojmë vaj ulliri. Shtojmë qepët, 4 qepë mesatare kam bërë unë. I kam ngrirë në copëza disi të mëdha sepse mua më pëlqen shumë që të ndihet shija e qepës. Do të shtojmë pak piper të zi. Do të shtojmë një lugë çaji me krip dhe tani do i karodisim 5-7 minuta. Kripa shtohet gjithmonë që në fillim tek qepa sepse e ndihmon të nxjerr ujin e tepër, për pasoj zbutet edhe më shpejt. Qepa sa ka filluar të zbutet dhe tani do të shtojmë mishin e grirë. 10 gram, 300 gram mish viçi janë këto. Që unë i kam bërë gati dhe i kam futur në frigorifer. Nuk është shkrirë sepse nuk më premtoi koha, por do të shkrihet avash këtu. Mishin e kam skuqur mirë derisa filloi të ndryshojë ngjyrë dhe tani do të shtojmë domatet. 3 domate të pjekura mirë dhe këto në copëza disi të mëdha të pastruara nga lëkurë. Do i lëm domatet të skuqen ngadalë derisa fillojnë të zbuten, por gjithsesi mua më pëlqen që të mbeten ca copëza. Nuk dua që domatet të bëhen sat. Prandaj do ju tregoj se si do i lëm fund. Do fillojmë shpejt të përgatisim brumin. Edhe domatet i kemi gati, do e lëm mbushjen që të naftohet, ndërkohë që vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Brumi përgatitet shumë thjesht, na duhet 500 gram miell ku do të shtojmë një lugë çaj krip dhe ujin. Do të shtojmë 250 deri 300 ml ujë. Tani brumin e kemi gati, do i ngjeshim për rreth 5 minuta sa na formohet një bundesi i lëmuar. Brumin e kam bërë jo shumë të butë, por as shumë të fortë, elastik, jo ngjitës në përduar. E tani do e lëm pushim rreth 30 minuta, por unë nuk kam kohë ta lë kaq shumë, do e lë më pak. Brumi ka bërë kohën e pushimit dhe kam se këtu te kuzhina që ta hap mbi banak, sepse jeni mësuar që shihni atë kuzhinën time të improvisuar në balkon, por kjo është kuzhina ime vërtet. Aty punoj sepse kam më shumë dritë dhe kam më të lehtë që të vendos kamerën. Fillojmë tani, do e ndajmë brumin në 14 pjesë të barabarta. Kam dhënë brumit formë gjatësore dhe tani do e ndajmë, pra do e ndajmë në 14 pjesë me secilën 14, ndërkohë që i japim formën, mundohemi t'i bëjmë të barabarta, do i japim formën e kuleçve, pra 14 kuleç, me të cilat do hapim 14 petë të vogla, 7 poshtë dhe 7 lart. Jemi bërë të gjithë kuleçet bashkë dhe tani do fillojmë të hapim petët e vogla. Do të hapim petët të vogla sa pëllëmba, duke u ndihmuar me nga pak miell. Se petat ju ngjisin kështu siç po më ngjisin mua. Mjafton pak miell. Nuk ka nevojë të hapni shumë, thjesht kështu të vogla sa pëllëmba. Në të njëjtën mënyrë, pra me nga pak miell, do i hapim të gjitha petat. Unë do i lë me radhë
petat, pra nga peta e parë që kam hapur tek peta e fundit, sepse petat do të pushojnë dhe unë marr atë që ka pushuar më shumë pra të fundit. Dhe kështu nuk i lë të pushojnë. Petat i kemi gati dhe tani nga ajo peta e parë fare që kemi hapur deri tek e fundit fare këtu, do i vendosim mbi njëra tjetrën në një pjatë me vaj ulliri. Si rregull duhet pushojnë 30 minuta, por ne do i kthejmë përmbys dhe do fillojmë direkt nga puna. Pra kemi filluar një nga një të gjitha petat, do i vendosim së bashku me pak vaj ulliri ndërmjet tyre. Kështu derisa mbarojmë të gjitha petat. Kemi dhe petën e fundit fare. E vendosim këtu dhe kjo mënyrë hapje është më e lehtë se hapja me oglari. Unë kam thënë se nuk kam shumë eksperiencë për hapjen me dorë. Shikoni bëra aktimin për petën e fundit e nxorra të parën dhe të gjitha petat tani do i vendosim këtu mbi banak. Banakun do e lyjmë me pak fare vaj ulliri dhe do fillojmë t'i hapim petat këtu. Vendosim petën e parë, hapim pak në përcepa, nuk ka nevojë ta hapim shumë sepse bashkë me petat e tjera do i hapim gjitha. Shikoni se sa lehtë hapet peta. Ndërkohë këtu kam shkruar rreth 70 gram vaj ulliri, më fal një gjalp dhe do bashkoj pothuajse me të njëjtën sasi vaj ulliri, pra rreth 70 gram. Kam bërë së bashku 3 peta në këtë mënyrë, duke i shtuar nga pak nga përzierja e gjalpit me vaj ulliri ndërmjet. Nuk ka nevojë që të shtoni shumë, mos i teproni. Marrim petën, e hapim pak kështu në përduar, e shtrojmë këtu dhe e tërheqim vetëm në përcepa. Kështu do vazhdojmë me radhë me gjitha petat e tjera, ndërkohë një tepsi të madhe e kam lyer me pak vaj ulliri. Ka nevojë që petat në këtë moment të hapen sa tepsia, mund t'i hapni edhe më të vogla. Jam tek peta e 5 dhe pastaj na mbeten vetëm 2 peta për shtresën e parë. E kam kaluar petën e parë në tepsi, tani do e hapim pak me duar dhe do rregullojmë të gjithë do të shtojmë mbushje me mish të grirë, qepe dhe domate. Kemi vendosur mbushjen në mes dhe në të njëjtën mënyrë do të fillojmë të hapim edhe të 7 petat e tjera që na kanë mbetur. E kemi hapur edhe petën e dytë, tani do vendosim dhe jemi gati për pjekjen. Byrikun do e pjekim në furrën e ngrohur më parë, 200-220 gradë Celsius me ventilim sa na merr ngjyrë të artë në sipërfaqe. Shikoni pak si ka dalë byriku.
Tani ta presim dhe ta shohim si na ka dalë në brendësi.